شهر كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimet e kanë Allahut subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Pasi që u përmendën argumentet të cilat e urdhërojnë gjithë secilin besimtar për me punu sipas asaj që Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kur'an dhe sipas asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Autori përmend argumentet të cilat kanë në Kur'an që e urdhërojnë gjithë secilin musliman që të i përmbahet xhamatit të muslimanëve dhe ndalon prej grupacioneve. Besimtarët ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e ka për detyrë më konë xhamati vetëm dhe është ndaluar formimi i grupacioneve. Kurse xhamati janë ata të cilët qëndrojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Xhamati nuk janë numrat. Xhamati janë ata të cilët qëndrojnë me argumentin. Edhe këtyre nuk bën më shmang, për këtyre nuk bën më nda. Kushdo që ndahet nga ata të cilët qarta zi e përcjellin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të tillët të gjithë janë gjunaqar. E përsërisim, kushdo që ndahet nga grupi, nga xhamati i cili qartazi e praktikon rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është gjunaqar. Ata të cilët e përcjellin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata janë xhamati. Dhe për këtë ka disa argumente. Xhamati nuk janë numri, por xhamati janë ata të cilët e përcjellin sunetin. Sa i përket argumenteve që kanë në Kur'an, Allah subhanahu wa taala ka përmend Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Thot Allah subhanahu wa taala: "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin." Ibrahimi alayhi salatu wassalam ka qenë popull, ka qenë ummet, ka qenë xhamat, edhe pse ajo kon vet. Se Ibrahimi alayhi salatu wassalam ka qenë vet, të gjithë e kanë mohu, se kanë besu. Dhe si tillë që ka marrë fen i vetëm, Allah subhanahu wa taala e ka llogarit xhamat. Kurse në hadithin e sakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë sahabijut: "Ti je xhamat wala wahdak", edhe nëse je vetëm. Në hadithin tjetër, kur ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fitnet të cilat kanë me ndodh pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe para ndodhjes së kiametit, sahabiu ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Si të gjendem unë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse s'ka imam, ka pyet sahabiu: "Ç'është gjendem unë nëse muslimanët në atë kohë nuk kanë xhamat, muslimanët në atë kohë nuk kanë imam?" Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kapu vet, personalisht kapu për Kur'ani dhe Suneti, sikur kapës për lisi, edhe nëse të këpusin copa mos e lësho." Kjo është xhamati ose ata të cilët
e kanë për detyrë që të bashkohen, ose muslimanët që e kanë për detyrë të bashkohen, e kanë për detyrë të bashkohen rreth teksteve, nuk e kanë për detyrë me u bashkua me njerëzit. Bashkimi i muslimanëve bëhet vetëm nëse të gjithë kthehen te tekstet. Dhe kush nuk kthehet te tekstet, kush as nuk nevojitet, as nuk duhet të më bëni bashkim i tillë. Ndarja pastaj është gjuna. Mundopi xhamatit, të cilët qartazi e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është gjuna. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush ndahet prej xhamatit edhe një pllom, vdes me vdekje të ignorancës. Kush ndahet prej xhamatit, largohet prej xhamatit të muslimanëve, të cilët qartazi dhe haptazi e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë edhe një pllom, domethënë qoftë edhe pak, largohet, ka cilësi të ignorancës. Dhe grupet përpara janë përqa. Edhe xhamatet përpara janë përqa. Qoftë xhamati i Musës alayhi salatu wassalam, i Isës dhe të tjerëve. Tregon Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Qad kana an-nasu ummatan wahidatan, fa ba'atha Allahu nabiyyina mubashirin wa mundhirin, wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi." Njerëzit kanë qenë një popull i vetëm, krejt kanë qenë musliman, të Ademi alayhi salatu wassalam deri te Nuh alayhi salatu wassalam. Pastaj janë përqa në mes vete, dhe kur janë përqa në mes vete, Allahu subhanahu wa taala ju ka quajtur pejgamber edhe libra, liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi, që të gjykojnë mes njerëzve në atë që ata janë kundërshtuar mes vete. Dhe nëse dikush prej muslimanëve ose grupe të muslimanëve përqahen mes vete, rregullimi i tyre është gjykimi, sipas fjalës së Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. Dhe zakonisht përçarjet nuk ndodhin fi sebilillah. Përçarjet nuk ndodhin për izat Zotit. Përçarjet ndodhin për shkak të inateve. Bagyan bainahum, për inatin mes vete. Se s'mund të më largohet prej xhamatit muslimanëve, pse po largohesh prej tyre? Nuk kanë që e don kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala, s'largohesh. Nuk kanë që e don sunet, pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ajo ashtu pasu. Çka të bën ty më largu prej xhamatit muslimanëve, nëse ata qartazi dhe haptazi janë në pasimin e rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Tregon Allahu subhanahu wa taala. Bagyan bainahum, mi inati. Jahudit mes vete nda për inati. E kanë lutë Musën alayhi salatu wasallam, thuaj Allahut në të naj bojnë do ujë, ku e ka bë do ujë, ja, do të më na e bë krojt vetë se cili fis na do me pas krolin ton, po dhe? Se cili fis se i keni brina, s'muni me pi ujë më në vend, tash më dhon secilit. Edhe krishterë që ashtu ndo, edhe Ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çështu ka mundar që ndar ata, veç për dallim kanë me bën një grup më shumë se sa ata që kanë bën për shkak se hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë jehudit e krishterët i ndonë 71 dhe 72 grupe, edhe ka mundar ummeti jam në 73 grupe, kulluhum fin nar, krejt kanë më shkuar në zjarr. Përveç një, ata janë ata të cilët kanë qëndruar në atë që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Por çudi pastaj të gjitha grupet që përqahen, të gjitha thirrën Kur'an dhe Sunet, ose shumica atyre thirrën Kur'an dhe Sunet, po më shihni Kur'an dhe Sunet pse i bë 100 vena. Se Kur'an dhe Sunet është një. Nuk ka dy fe. As nuk ka dy grupe, as nuk ka dy mundësi. Është një. Kurani Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse jeni këtë sipas Kuranit të Sunetit, pse s'jeni këtë me një vend?
Po më sigurisht se s'jeni sipas Kuranit të Sunetit. Çështja e parë, çështja e dytë nuk e lën inati. Ose interesat pastaj që bën edhe interesat e dunjos, edhe interesat e lakmia për pozit, lakmia për parë dhe lakmia për pozit. Lakmia për parë, Allah subhanahu wa taala e ka përmend Kur'an, inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la yakuluna amwal an-nas bil-batil. Shumica e rabinave dhe priftave e han pasuninë e popullit pa të drejtë. Tash, më nejt me xhamatin, me transparencë, se ne aparet pa drejtë, se atë do të më duk çka bëhet. Atëherë zgjidhja është më do. Çështja e parë. Çështja e dytë është lakmia për më duk, lakmia për post. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë dy ujë që të uritur nuk e prishin kopën e deleve, nuk e shpërndajnë kopën e deleve më shumë se sa dietari i uritur për më kon post, për më kon pozit, për më kon më duk para njerëzve se filoni është i madhi. Ai për me mrije që atë venin që filoni është i madhi, ai e përqan me xhamate, me ummete, me i kreti bën. Sa ajo është interesuar me në vend nuk është interesuar me shkua lart fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa hada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idni. Gjithmonë ata të cilët janë të sinqert kur ka fitnë, kadal Allahu subhanahu wa taala i udhëzon në rrugën e drejtë. Vetëm do të më keni sinqert me Allahun subhanahu wa taala me lyp të vërtetën dhe mos me pas dëshirë tjetër përveç se me gjetë të vërtetën. Sikur ka bë Selman el-Farisi. Selman el-Farisi e ka lyp të vërtetën derisa ka gjetë. Ka shku të njoni për djetarve atër, derisa e kanë porosit ata që ka më ardhë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Ka qenë i sinqert dhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë te veni i duhur. Njëjtën çështje i ka ndodhur sahabiut në prezencë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një prej betejave. Ka shku sahabiu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë i dërguari i Allahut, po kam dëshirë me luftu, edhe pastaj më godit këtu edhe më ra shahid, në fyt, më ra shigjeta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse je sinqert, ka më ta quaj Allah. Kushdo që sinqerisht e lyp rrugën e vërtetë dhe xhamatin e vërtetë, ka me gjetë. Kushdo që sinqerisht e kërkon rrugën e drejtë edhe xhamatin që janë në rrugën e drejtë, ka me gjetë. Për shkak se Allah subhanahu wa taala ka bërë këtë premtim. فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah subhanahu wa taala i udhëzon në rrugën e drejtë besimtarët, sa herë që bëhen fitnë, sa herë që bëhen mosmarrëveshje, sa herë që bëhen përçarje. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Feja e pranuar ose fe te Allah subhanahu wa taala është vetëm Islami, s'ka fe tjetër, s'ekziston. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Fe te Allah subhanahu wa taala është Islami, s'ka tjetër. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum. Nuk janë përço ata të cilët kanë pas libra përpara për diçka tjetër, ose përpara se t'ju vijë atyre dituria, dhe përçarën e ka bë baghyan bainahum, duke i bë zullum njëri tjetrit. Se vallahi nuk janë përço për Zot Zotit. Se kërkush nuk përçohet për Zot Zotit. Ata të cilët mesin në pasimin e sunetit pejgamberit, ata që ndo për kërkujna, se ata gjithmonë në konë qashtu. Ata që ndo prej xhamatit të pasuesve të sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata ndo për një interes, se për shkak pasimit më konë kishin e që atë që u konë. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. Çaq është gjuna I madh me ndo xhamatin e muslimanëve, saqë thot Allahu subhanahu wa taala, po mos ishte që Allahu subhanahu wa taala ka pru vendim që nuk ka me I dënue njerëzit këtë botë për këtë çështje, por ka me dënue në ahiret, do të ua shpejtonte Allahu subhanahu wa taala atyre dënimin. Allahu subhanahu wa taala ka vendosur që për përçarjet, për inatet me zveti, për zullumin, për padrejsin, për fesadin, për sherrin që e bojnë në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me I dënue botën tjetër. Përndryshe, po mos ishte kështu, shumë shpejt kish me kap dënimin njerëzit në momentin e parë që largohen prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu-d-din, mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakah wa dhalika ad-dinu al-qayyim. Nuk jeni urdhnu ju me ndo, por jeni urdhnu me adhuru Allahu subhanahu wa taala me sinqeritet, me fal namazin, me dhon zakatin. Kjo është feja e sakt, kjo është feja e vërtet. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ka puni për litarin, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe librin e Allahu subhanahu wa taala që të gjithë. Wa la tafarraqu, dhe mos u përçani. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala, wa la takunu kalladhina tafarraqu. Ju mos u bani sikur ata të cilët janë përçar. U ikhtalafu, edhe në kundërshtuar me zvete. Min ba'di ma ja'ahumul ilm, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, pasi që qarta zi kanë pa argumentet. Ajeti jetë me kuptu se njerëzit kur përçan mos I din çështjet, nuk përçan pa I ditë çështjet. I kanë pa çështjet, e kanë pa çka duhet me bë. Pastaj kur e kanë pa që ajo që duhet me bë është e vështirë, atëherë ndaj, jo se këta s'bojnë. Pse s'bojnë? Jo që s'bojnë këta, po ti ke ik. Se nuk je I aft me e bë atë që ka lyp Allahu dhe atë që e ka kërkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në ajetin tjetër thot Allahu subhanahu wa taala, wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum 'adhabun 'azim. Kushdo që bën përçarje për atë ka dënim të madh. Dhe sa herët që përmenet dënimi në Kur'an ose në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një çështje, për një vepër që ajo vepër është gjuna e madh. E përsërisim, sa herët që në Kur'an përmenet që ka dënim për një vepër që ajo vepër është gjuna e madh. Ose në hadith, sa herët që përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që për këto ka mu dënu, kjo është gjuna e madh. Dhe në ajet tek përçarja nuk thot Allah subhanahu wa taala veç kanë mu dënu, thot lahum adhabun azim, dënim shumë të madh, që bjen barabar me atë që edhe gjunohu është shumë I madh. Thot Allah subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Kjo është rruga e drejtë. Rruga e drejtë, Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uhu, për cilën rrugën e drejtë. Se është e shkruar bre? E shkruar është në qartë Kur'an, bënë këtë. E shkruar është në qartë hadith, bënë këtë. Nuk ka nevojë me pas shumë dituri me kuptu Kur'anin dhe hadithin. Veç mjafton me lexu. Shife vet Kur'anin, shife vet hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Çka është halal dhe çka është haram, krejt dihet. S'ka nevojë më kanë hiç dietar me ditë. Bainahuma umurun mutashabihat, la ya'lamuhunna kathirun min an-nas, veç diçka mes halalit e haramit nuk dihet, diçka. Për ato do të më kanë ekspert. Ama për shumicën e çështjeve s'ki nevojë me pyet kërkon. Për shumicën e çështjeve ka për Kur'anin, ka për
hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lexoje ashtu siç është. Përveç çështjeve të cilat janë të pakta, tek të cilat kërkohet ndihma ekspertëve të diturisë. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Thotë Allah subhanahu wa taala, mos shkoni rrugicave të cilat do t'ju largohen prej rrugës të drejtë. Dhalikum wasakum bi la'allakum tattaqun. Këto Allah subhanahu wa taala ja vlen amanet, porosi, në mënyrë që të jeni të devotshëm. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Krejt pejgamberët që janë konë, prej të parit deri te i fundit, e kanë pas ligj me adhuru Allahun subhanahu wa taala, wala tatafarraqu fi. Edhe mos me bën ndryshe. Kebura ala al-mushrikina ma tad'uhum ilay. Veç mushrikëve i vjen vështirë që kjo thirrje. Ndryshe besimtarëve nuk do të më ardhë vështirë thirrja për me qenë të bashkuar rreth fjalës së Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala, wa law sha'a rabbuka laj'ala an-nasa ummatan wahida. Po donte Allahu subhanahu wa taala të gjithë njerëzit kish me bëmë në fe, wala yazaluna mukhtalifin, por njerëzit kanë me vazhdua më kundërshtuar me zveti. Illa man rahima rabbuk, përveç atyre të cilët i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Ata kanë kundërshtuar me zveti, gjithmonë kundërshtrimi vjen kundërshtim me sunetin, se ata më kanë të e pasu sunetin nuk kundërshtohen. Përveç atyre të cilët i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala, ata nuk kundërshtohen. Ata nuk ndahen për kërkuna, se ata janë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Illa man rahima rabbuk, ata të cilët i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala, ata qëndrojnë në atë që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in. Pasi që e përmend Allahu subhanahu wa taala përçarën nga rruga e drejtë, fundin e ajetit thot, unë e kom me plotsu fjalën time, kom me mush xhehenemin me njerëz edhe gjin të cilët janë kundërshtuar në rreth ose për fjalën e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë fahkum bainahum bima anzalallah, gjykon mes njerëzve sipas asaj që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala, wala tattabi' ahwaahum amma ja'aka min al-haq, edhe mos i paso epshet dëshirat e njerëzve, por pasoja atë që e ka thonë Allahu subhanahu wa taala dhe e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajeti i fundit këtë çështje thot Allahu subhanahu wa taala për ata të cilët e kanë humb rrugën e drejtë, fataqatta'u amrahum bainahum zubura, ata kanë prishë, kanë coptu fenë e tyre, kullu hizbin bima ladayhim farihun, secili u kënaq me 12 veta që i ka pas rreth veti, një grup që ka bërë rreth veti. Muslimanët nuk duhet më pajtu kurrë derisa të jenë në një vend, në një vi i gjithë ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur nuk duhet më pajtu, as më u kënaq, as më u mjaftu, as më u ndal, derisa i gjithë ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me qenë në një vit të vetme. Dhe nëse zbat kështu, Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Nëse nuk vjen çështja kështu, atëherë ka më bë fitnë e madhe në tokë. Fitnë e madhe e ka më bë kufër i madh në tokë. Pse bojnë kufër ka shumë njerëzit? Se ummeti nuk janë më në vi. Wa fasadun kabir. Pse bëhet gjithë ky fesad, gjithë ky zarar, gjithë ky sherr, gjithë kjo prishje? Se ummeti nuk janë në vijën e duhur. Më kanë ummeti në vijën e duhur, çështjet
shkojnë sipas asaj që ka thënë Allahu dhe asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.